rasti Aruba në fakt Me që ke qenë nga të para që e ke artikuluar. Po jam në proces aktualisht gjykatën penale. Jo më larg se sot kam qenë në instancën e radhës, sepse kur e kam bërë pa dinë ata nuk e dinin çfarë do dilte mbrapa dhe kam menduar që unë e kisha më dëgjuar. Nuk mendojnë që unë kam qenë atje dhe jam marrë më. Ka qenë në Aruba? Unë kam ndjekur kam qenë në Miami dhe kam folur me ata që kanë qenë në Aruba. Kështu që ata ti ke qenë në periudhën kur u bë takimi i Arubës. Mbasi i bërë takimi i Arubës, unë kam bërë publikimin në media. Po. Dhe ata që kanë qenë në takim, më ftuan dhe më thanë të sqarojmë që të mos gabosh, të jesh i saktë për çfarë është folur. Në fakt, që në momentin parë, unë këtë gjë kam marrë vesh nga hetimet e prokurisë belge. Po. Unë isha thirrur për dëshmuar në Prokurinë Federale belge për një çështje për Toyota Yaris, nëse kujton, që është një çështje që përfshihet krim organizuar dhe politika. Që erdhën para dhe në Belgjik është bërë biseda mbas se unë herën e parë kam dëshmuar 6 orë aty. Dhe herën e dytë pastaj duke folur me oficerët e federal, hetuesit, se policia gjyqësore federale më morin pyetje, dhe njëri nga ata më dha informacion për këtë gjë, dhe ai më dha me idenë që ai njeh ta person. Tani ç'është në vetvete që mos hako rasti Aruba. Rasti Aruba është një takim i cili zgjedhur të bëhet në një ishull si them një ishull argëtimi, sepse personazhet që janë takuar aty janë personazhe që pëlqejnë, që janë ose pronar të lorave të fatit, pra të kazinove e ku diun çaj janë të tjera, industria, dhe si industri, ose janë frekuentues të këtyre lloj resorteve. Dhe meqense një pjesë, pra ata të Europës, nuk mund të shkonin dot në Shtetet e Bashkuara, se kishin një ngarkesë penale, u gjet që ata të Amerikës dhe këta të Europës të takoshin në një vend të ndërmjetëm. Dhe ky vend i ndërmjetëm të kishte edhe këtë aksesin tjetër, të kishte edhe kazino, pra dhe pa pengesa për pjesën e vizave dhe ata të argëtoshin kalonin kohën. I rrugë 2 po. Janë njerëz kanë qenë javë ata. Dhe ata nuk e kanë ditur që autoritetet belge po përgjonin, po ndiqin këta që erdhën nga Europa. Dhe prandaj u zbulua takimi, se ndryshe ne s'do ta dinim kur. Dhe takimi në Aruba, edhe pse në Shqipëri e kam parë në media europiane, është shfrytzuar për të thënë që aty është bërë pra e kanë përshkruar me takimet që bënte karteli i Medelinit ose karteli i Kalit. Aty nuk ka qenë një takim ku është bërë një marrëveshje për narkotrafikun. Aty ka qenë një takim ku është biseduar për të bërë biznes dhe për të investuar në projekte të mëdha biznesi në Republikën e Shqipërisë. Kryesisht ndërtim apo? Kryesisht në turizëm dhe në ndërtim. Sepse njëri nga personat që ishte aty, ishte Artur Shell, i cili ka shumë sipërfaqe toke në Jugollavi, për rasti Zvërnecit, kjo ka qenë para Zvërnecit. Madje disa nga personat që shkuan në Europë kanë kërkuar në atë kohë të ndërtonin një hotel me një vlerë diku te 35-40 milionë euro në Zvërnec. Dhe Zotreu ka thënë që unë kam një projekt goxha më të madh, që është projekti që ne po shohim sot, sepse nuk ka limbra ta ditës, është goxha në kohë, dhe ka thënë që nuk kam interes për këtë lloj investimi, sepse më prish projektin e madh, por kur filloj projekti i madh, nëse doni të përfshiheni në atë si investim, ju mund të futeni ose si blerës të një, sepse projekti fillestar, aty ka patur në plan të dotohen 12.000 apartamente. Pastaj janë 2 mole, aeroporti është vetëm 10 minuta afër. Pra që fillim kur është fol për Sazanin, kam ditur që Sazani është një fllucë e madhe, sepse infrastruktura në Sazan nuk të lejon ty të bësh sot një resort dhe kostoja që ta kthesh Sazanin në një resort turistik është shumë e madhe. Dhe duke parë logjikën e biznesit që bëhet në një vend si Shqipëria është që të investohet në një vend ku fitimi të jetë i madh dhe ta marrim në një kohë sa më të shpejtë. Dhe Zvërneci i plotson këto kushte, sepse ka kollaj dhe infrastrukturën e arritshme. Shiko, kohën e komunizmit ditë shumë mirë që ushtria shqiptare çonte në çdo 2 ditë një cistern me ujë që të mbante. Po s'ka ujë pishëm. Pra një vend që s'ka ujë, shumë i pafavorshëm. Unë kam marrë vesh, nuk e di a ke dëgjuar ti, po në Shqipëri ka qenë një projekt për të ndërtuar një resort identik si Palma në Dubai. Pra do ndërtojnë në det, që të mos kishin edhe problem. Po. Dhe ka qenë në zonën midis Golemi dhe Durrësit. Aty deti është i cekët, ti pastaj është deti Bregu i Tretë. Dhe ideja ka qenë që të ndërtojë një resort identik, i ngjashëm me ato që janë bërë në ishull artificial në Dubai. Në Gjirin Persik. Janë bërë 2 palme, se bërë palma e parë, tani është bërë edhe tjetër. Dhe tani po shikojnë dhe problemin, edhe aty ka probleme. Pra, ideja ka qenë e tillë dhe ka qenë gati drejt miratimit
por për fat ndodhi diçka te financimi, sepse ajo kushton. Por sigurisht që do të ishte me kam atë projektin, se si ka qenë planifikuar të bëj, dhe ti prap do pyesësh që nga e mora veshun që do bëj ajo gjë. Sepse këta të Ekuadorit, ku ka sa më i madh është projekti, ai më shumë shanse ka për ata që të investojnë, që të fshehin para. Dhe duke patur parasysh batutën që kryeministri tha vetëm para jave, i tha i gazetarit duke thuaj, i tha, a pastron para në Londër? Mbretëria britanike ka disa nga zonat offshore sot në planet, po është mbretëria britanike. Po, atyre i lejohet. Ai ishte i madh. Sepse kanë kontroll. Ai ka ishujt Virgin, ishujt Cayman, ai ka zonë offshore brenda në Londër. Presupozohet që kanë kontrolle më të forta. Jo, nuk është çështje kontrolli. Për shembull Dubai për mua, kam shkuar për të parë në Dubai. Unë jam edhe shkova më çka që në Panama City. Panama City është Dubai viteve 70-80. Derisa presidenti Clinton vendosi të ekstradonte Norjegën dhe ja mori gjithë paratë. Pra, po të shikosh kullat në Panama City, janë fiksi Dubai, po janë iPhone 6 dhe iPhone Pro Max 17 që është sot Dubai. Pra, Dubai më është dukur fundi i botës. Nëse do më pyesësh mua si imagjinoj unë fundin e botës, për mua është Dubai. Aty më duket një çmenduri, se si njerëzimi mund të shkojnë atë pikë. Ka vetëm shkretë të tjerë dhe ai deti atje që është si govat, i shëmtuar dhe në ngjyrë dhe në i ngrohtë gjithkohën, dhe pastaj ka vetëm kulla pafund, qyteti që është pothuajse në mjegull, është i pajatueshëm, temperaturat e janë të zakonshme dhe që në pikë mëngjesit aty importohet çdo gjë. Çdo gjë nga çdo cepi i planetit. Dhe u lejua si një valvul shkarkimi që paraja e korrupsionit dhe e krimit të organizuar të vendosë aty vetë Emirati i Dubait. Pra është një nga 7 emiratet që nuk ka hidrokarbure, nuk ka naftë. Naftën e ka Abu Dhabi. Po si e gjetën ata? Krijuan atë lloj. Ku ka qenë Panama City. Por Panama City sot çfarë ishte? Një qytet normal, kishin ngelur vetëm kullat në ajo kohë dhe nuk kishte më vlerën dhe interesin që patu dikur. Dubai, ku janë hedhur shumë para të krimit organizuar shqiptar, pra Dubai është një derisa ta lën fuqitë më dha. Okej. Është një offshore i madh. Që të shkojmë drejt mbylljes, se Dubai është edhe kjo që do ndërtojnë në Durrës. Folëm gjatë se s'kishim kohë të flisnim shkurt. Po pikërisht, iram gjatë se të dilte koha për shkurt, po. Si e sheh perspektivën e këtyre dy industrive, pra të ndërtimit dhe turizmit në Shqipëri, përtej gjithë problematikave që trajtuan? Shiko, unë mendoj që të dyja këto industri nuk është se janë të pashpresa për mua. Sepse për fatin tonë, Shqipëria gjeografikisht ndodhet në një zonë dhe kjo them është bekimi më i madh që kemi ne nga Zoti, është që ndodhemi pikërisht ku ndodhemi. Pra jemi në Europë. Dhe përveç se jemi në Europë, jemi në trekëndin e artë. Midis 3 destinacione më të vizituara në botë: Itali, Kroaci, në Greqi. Kushdo që do vi vërdall në për këto, do hidhet ta shohë edhe këtë vendin tonë. Ta fusin listë. Po jo, ne praktikisht jemi në listë, pra ata do të hedhin një sy. Aftësia jonë do jetë që ata që do vinë këtu mos kalojnë tranzit. Ata duhet të rrinë, të ndalen, ta shijojnë. Ta gjejnë sa më shumë para. Dhe të lëmë para këtu. Dhe kjo do të jetë Rama. Kjo është sfida. Rama sot kështu po justifikon Zvërnecin.